Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni, mirë se erdhët në takimin e radhës në dersën e 9 rreth Sahih Bukhariut. Koleksionit më të famshëm, më të njohur, më të nevojshëm madje dhe më të rëndësishëm të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për jetën e muslimanit. Jemi në dersën e 9 dhe fillojna me hadithën e parë, të cilin e cek autori Imam Bukhariu, Allahu e pasmëshiruar, nga Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë: innamal a'malu binniyat. Vërtet veprat janë sipas niyetit. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dhe secili njeri veprën e ka për atë çka apo shpërblet për atë që ka bërë. Sipas niyeteve secili shpërblehet për atë që ka bërë. فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Andaj nëse dikush ka bërë hijret me qëllim të arritjes së të mirave të dunjas, me qëllim të arritjes së të mirave të dunjas, apo që të martohet me ndonjë femër, hijreti i tij vlerësohet sipas asaj që ka bërë hijret. Ky është hadithi i parë e Imam Bukhariut. Në këtë formë transmeton. Ani pse ai e cekë 7 herë këtë hadith, në 7 vende të ndryshme me transmetues të ndryshëm. Në një transmetim tjetër e cekë pak më gjatë dhe pak më ndryshe: el a'malu binniyah, veprat janë sipas niyetit. Wa likulli imrin ma nawa, dhe secili njeri shpërblehet sipas niyetit që ka bërë. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Ai cili bën hijret, shpërngulje për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij, hijreti i tij shpërngulja i shënohet të llogaritet për hir të Allahut dhe dërguarit të tij. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ndërsa ai cili bën hijret për ndonjë dunja, interes të dunjas, për të marrë ndonjë interes të dunjas, për të përfituar diçka dunjaja, ose për hir të martesës me ndonjë grua, me ndonjë femër, hijreti i tij na shënohet për atë që ka bërë në jetë. Pra, është pak më i gjatë me shtesën nëse dikush ka bërë hijret për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij, hijreti do të pranohet si hijret, do të shënohet si hijret për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij. Esenca e këtij hadithit është fjalia e parë: innamal a'malu binniyat, veprat janë sipas niyetit. Imam Bukhariu kapitullin e shpalljes, që është kapitulli i parë i shpalljes, wahjit, e fillon me këtë hadith. Hadithin e parë cek veprat janë sipas niyetit. Tani mund të parashtrohet pyetja: çka ka të bëjë niyeti me punë të shpalljes? Kjo është e vërtet ajo, se në larg, por në anën larg mes vete, por në anën tjetër jo rastësisht të cek Bukhariu, sepse Imam Bukhariu është i njohur për cekjen e haditheve në vend të duhur, e që konsiderohet prej fiqhut të Imam Bukhariut nëpërmjet përmendjes, cekjes, renditjes së haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhariu është shumë larpams, jashtëzakonisht larpams. Ai nëpërmjet këtij hadithi, siç kanë thënë komentatorët e këtij koleksioni Sahih Bukhariut, fillimisht ka synuar bereqetin, për bereqet. Dhe me të ka desht më afrua te i madhi Allah Azza wa Jall. Sepse puna e cila bëhet është fillimi i punës. Puna e cila bëhet për hir të Allahut
ka shpërblim të madh të Allahut dhe në fakt është të pranuar, sepse hadithi po thotë ashtu. Për ndryshe është rënuar. Po ashtu, Imam Bukhariu nëpërmjet këtij hadithi ka për qëllim me tregue sinqeritetin e madh që ka në këtë punë, të cilin për ja fillon punë gjigante që se ka bërë askush më herët. Pastaj, me fitu kënaqësinë e Zotit. E fitimi i kënaqësisë së Zotit është synimi, është ideali, është vizioni, është shpresa e çdo besimtari. Me theks të veçantë e ulemave dhe atyre që njohin Zotin me mirë. Çdo musliman e do kënaqësinë e Allahut. Kështu që me këtë hadith, Imam Bukhariu sikurse na bën me dije neve se ka për synim fitimin e kënaqësisë së Allahut, që thot El Aini, komentatori, shpjeguesi i komentit të Bukhariut. Dhe thot Aini më pas, dhe në fakt e ka rri kënaqësinë e Zotit Imam Bukhariu me këtë libër të tij. Sepse i është dhënë këtij libri bereqet. Çfarë nuk i është dhënë asnjë libri tjetër bereqet, as më herët e as më vonë. Dhe se ky libër ka depërtuar tek lind dhe tek Perëndan. Dhe ashtu është. Allahu pas mëshiruar Imam Bukhariun. Inama al-a'malu bin-niyat, veprat janë sipas niyetit. Hadith i madh, shumë i madh. Konsiderohet ndër hadithet më të rëndësishme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për jetën e besimtarit krejt. Ky hadith, veprat janë sipas niyetit, konsiderohet për haditheve më të rëndësishme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që Imam Ahmedi, Allah e pas mëshiruar, thot bazat e islamit janë në 3 hadithe. Hadithi i parë është ky, i Omerit radiallahu anhu, innamal a'malu bin-niyat, veprat janë sipas niyetit. Hadithi i dytë është hadithi i Aishës, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Ai i cili e bën, e shfaq, e vepron ndonjë risi që nuk jemi ne në të, nuk është për veprave tona, ajo nuk i pranohet te madhi Allah. Ka për qëllim bidatet nuk pranohen në din. Dhe hadithi i tretë, hadithi Nu'man bin Bashir radiallahu anhu, el halalu bejinun, se pejgamberi ka thënë el halalu bejinun, wal haramu bejinun, halal është i qartë dhe harami është i qartë. Ndërsa Abu Davudi, Allah e pas mëshiruar, thot se i mjaftojnë muslimanit për dinin e tina 4 hadithe. I mjaftojnë muslimanit për dinin e tina 4 hadithe. I pari, innamal a'malu bin-niyat, është ky hadith. 4 hadithe i mjaftojnë për dinin e tina. Në ndë hadithe Buharerës, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi, prej alameteve, shenjave të islamit të mirë të një personi, se ka punë të mirë me fe, është që ta lë, mos të mirët me atë që nuk i hinu dhe ati, që asë interesan. Pastaj, hadithi e Enesit radiallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Më ka besuar askush prej jush me besim të plot, të shëndosh, përderisa mas ta dë për vëllain e vet atë që e dën për veti. La ilaha illallah. Nuk ka besuar askush me besim të plot, të shëndosh, përderisa mas ta dë për vëllain e vet atë që e dën për veti. Kjo është rregull i madh në Islam. Na vjen koha e flasim për të inshallah taala gjatë këtij rrugtimi, anë pse kemi folur edhe në raste tjera. Dhe hadithi 4 është hadithi Enes ibn Malikut radiallahu anhu, hadithi el halal bejinun,
wal haramu bayinun, halal është i qartë dhe harami është i qartë, i hadithin në Ibn Beshirit në fakt. Pra, këta 4 hadithe, Imam Ebu Davudi thot i mjaftojnë rohet për dinin e tina. Halal është, i veprat janë simbas njetit. Pastaj, për shenjave të islamit të mirë, të robët është që mësë interesojnë punë të huja. Pastaj, nuk ka besuar askoj deres të të vlanëve, që të vladëve të mirën që të vetë vetës, dhe halal është i qartë, harami është i qartë. Rëndësishme është se krejt ulemat të hershëm dhe të vënshëm, komentatorët e haditheve, fukahatë, dhe ulemat e shkencave të tjera, që të gjithë kanë ranë në ujdi se njëre prej haditheve më të rëndësishme, prej bazave të dinit islam, është kë hadithë innamal a'malu binniyat, amelet, veprat janë simbas niyetit. Madje, për rëndësinë e këtij hadithi gjejmë edhe fjalë të ulemave, të cilët thonë se ky hadith e përfshin 1/3 e dinit islam. Kjo për faktin se islami është ose fjalë, ose vepër, ose niyet. Ose fjalë, ose vepër, ose niyet, që ka të bëjë me niyetin brenda. Pra, në 3 pjesë. E njërën pjesë e përfshin ky hadith. Andaj edhe konsiderohet 1/3 e islamit. Kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi innamal a'malu binniyat, veprat janë simbas niyetit. Ka për qëllim se veprat vlerësohen simbas niyetit. Për çfarë të bën njeriu, edhe për atë shpërblehet. Nëse bën për zot Zotit, e gjen te Allahu i shëndosh shpërblim. Nëse bën për hir të dunjas, atëherë e gjen në dunja ndoshta për të Zotit shpërblim, mos kërkon. Me që në kupton se njeriu nga mund të bëj ndonjë punë të mirë. Në farem, puna është e mirë. Por niyeti nuk është i mirë. Andaj, çka bëhet me te? Çka bëhet me te? Për shembull, në njeri jep lëmosh sadaka. Dhe të gjithë ne dim se lëmosha, sadakaja, është për veprave shumë të dashura të i madhi Allah Azza wa Jall. Nëse bën për hir të Zotit, ka sevap të madh te Allahu dhe sevapi i sadakas është shumë i madh. Por nëse bën për dunja, për emën, për mi gjind filani, për me thonë se filani është i gjymërt, është bujar, dorlir, atëherë nuk ka sevap të Zotit. Ose thuj ndryshe, mund t'jenë 2 persona, të dy t'jepin sadaka lëmosh. Njëri jep tamam për hir të Zotit. Tjetër jep për me thonë të tjerë se filani është bujar. Vepra është e njëjta, por niyeti ndryshoi. Të e para, niyeti është për hir të Zotit, shpërblimi nuk i mungon. Të e dyta, niyeti është për dunja, shpërblim nuk ka. Po ashtu edhe hijreti, që e cek në hadith, e që është edhe shkak i përmendjes i cekës së këtij hadithi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur urdhërua të shpërngulet në Medinë, që dim të gjithë nga Meka, i urdhëroi edhe shokët e tij që të shpërngulen, krejt musliman të shpërngulen. Dhe njerëzit filluan të shpërngulen, ka 2-4 vetën e qysh më ishin me ik nga Meka dhe me ardhur në Medinë. Një sahabi don të fejohet me një vajzë atje. Emri së cilës është thënë se është Qile, Umu Qais, është thënë se emri saj është Qile, është thënë, por jo sakt. Ndërsa emri sahabijut nuk është bërë me dije. Këtë vajzën, Umu Qaisin, thuhet se ka qenë i fejuar me te. Thuhet se e ka pëlqyer shumë dhe ka dashur me feju me te. Por kjo është shpërngul në Medinë.
E thuhet se ke ka thonë, nuk fejohna me ty nëse nuk shpërngullesh në Medinë. E rëndësishme, për hatër të sajna, kë prej Mekës që të vjen në Medinë. Pra bën hijret. Bën hijret shumë veta. Për njërë për ty në bërë edhe kë hijret. E pejgamberi alayhi salatu, i tregun pejgamberi dhe kuptua punën e tij, në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha këtë hadith. Innamal a'malu binniyat. Veprat janë për Allahun, sipas niyet, veprat janë sipas niyet. Ai që bën hijret për Allahun dhe pejgamberin e tij, se kësboni për Allahun dhe pejgamberin e tij. Pejgamberin e tij zboni për ta. Ai hijretin e ka për atë që ka bë, pra për hir të Zotit e shkruhet sevap. Por ai që bën për hijret, për ndonjë interes dunjas, apo për ndonjë gru, që për ndonjë gru, me martu atë. Se ky bën hijret me martu këtë gruan, Ummu Qaisin. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, hijreti i tij është për çata. Sevap nuk ka. Pra, vepra mund të jetë e mirë, por nëse nuk e shoqëron jetë i mirë, mundet me hub sevapin. Dhe kjo është shumë me rëndësi të dashurit e mi. Për atë arsye, natë ditë, me ja kujtue vllaut e motrës, e vetës së pari, ja kujtu, e pastaj të tjerëve, se o ju njerëz, për trinë e njetin, o ju njerëz, për trinë e njetin, o ju njerëz punën e mirë që bënë për hir të Allahut. Nuk është e tepërt, sepse në bazë njetit vlerësohet edhe veprat të Zotit. Në sy të dunjas, njerëzit lehto kjo punë, mund të shpallin herëje, mund të shpallin burr të mirë, bujare, homane, mund të shpallin treme, mund të shpallin sinqertë këta diun, por sevapin pyetje, sevapin nuk t'japin njerëzit, sevapin t'jap Allahu i madhruar, o ju njerëz. Si do të jetë, anëpse hadith është thënë me një rast të veçantë, qëllimi është i përgjithshëm që vepra vlerësohet sipas niyetit. Niyeti në akide, në besim, ndryshe quhet el-ikhlas, sinqeriteti. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Njerëzit janë urdhëruar që të adhurojnë Allahun të sinqert, ikhlas, sinqert, me sinqeritet, me adhuru Allahun e madhruar. Ndërsa tek fuqahat niyeti, ku përmendet niyeti tek juristët islam apo tek fuqahat, është për qëllim dallimi mes ibadeteve dhe adeteve. Dallimi mes ibadeteve dhe adeteve. Se fjala vije, dy veta qohen në sefer dhe agjërojnë të ditën. Por njëri prej tyre agjëron për hir të Allahut, ndërsa tjetri agjëron për dijet. Ose agjëron me shoqëru këtë, mos me lan vetun. Vepra është e njëjta, por njëri e bëri për tradit apo për ndonjë interes të dunjas, ndërsa ky tjetri e bëri për hir të Allahut të madhruar. Andaj njëri ka sevap, tjetri nuk ka sevap. Me të pra me dallu ibadetin prej adetit. Ibadetin prej një çështje tjetër që nuk është për hir të Zotit. Ose këtë tjetër, ose të lëmosha prap, edhe sa du shembuj ke, po shka kohë nuk mund të zgjerohemi shumë. Njëri e jep për hatër të Allahut, tjetri e jep për mja kthy ky ose mja gjind, ose ku ta diun e ka ndonjë interes që ky e din pse. Pra dha për dunja, nuk e dha për hir të Zotit. Rast tjetër apo në mënyrë raste tjera kur përdoret niyeti tek fuqahat është dallimi mes ibadeteve mes veti. Për shembull me niyet ne dallojnë agjërimin farz për agjërimit nafile. Ne me niyet e dallojnë namazin farz për namazet nafile, për namaz nafile suneteve. Për shembull namaz sabahut, çka dallon farzi prej sunetit? Asgjë. Përpos në niyet. Niyet e dallon. Asgjë tjetër nuk dallon. Në veprim ky ka 2 recate, ky 2 recate, çka knot këto 2 recate, knot këto 2 recate tjera, të njëjtat janë. Por niyeti e dallon këtë farz, këtë nafile dhe kështu me radhë. Në cilat vepra futet niyeti? Në cilat vepra futet niyeti? Veprat të cilat kanë nevojë për niyet janë veprat shariatike, me të cilat afrohemi te Allahu i madhruar. Ndërsa veprat jo shariatike nuk ka nevojë për niyet. Nuk ka nevojë për niyet kur hajna kur pina. Nuk ka nevojë për niyet kur bina me flajt.
Nuk ka nevojë për njet kur veshim edhe mbulojmë avretin. Nuk ka nevojë për njet kur mbajna premtimin, mbajna fjalën, i dalëm njerëzve fjalë, i vizitojnë akrabanë, farefisin. Nuk ka nevojë për njet transaksionet, kontratat të cilat marrëveshjet i bëjna me njerëz. Nuk ka nevojë për njet këto asnjë. Po për njet kanë çështjet sheriatike, adhurimet, ibadetet. E pastaj kur shkojmë të çështjet sheriatike, adhurimet, ibadetet, të cilat me të cilat afrohemi te Allahu dhe kanë nevojë për njet, këtu pastaj edhe këtu ka mohabet. Janë disa vepra sheriatike me të cilat afrohemi te Allahu i madhruar, e që quhen ibadetet pastërta, si puna namazit, zakatit, agjerimit, sadakasit e tjera. Por janë disa amele sheriatike fetare, të cilat janë qurbat, me to afrohemi te Allahu. Pëse më thonë ndryshe, janë sebeb. Për shembull, shumë pak më herët, veshja. Nëse ne veshemi për me hyrë namaz, do të mblu avretin po. Po këto nuk ka jetë, në nevojë me bën jetë. Nuk ka nevojë me bën jetë. Nuk ka nevojë me bën jetë kur thirr Ramazanin. Nuk ka nevojë me bën jetë, është ofrim të Zotit, është qurbat afrohemi te Allahu me ezan. Nuk ka nevojë me bën jetë kur bëjnë dhikr Allahun. Ngrihim të spi, bëjna dhikr, nuk ka nevojë me bën jetë. Nuk ka nevojë me bën jetë kur lexojmë Kur'an, po vetë lexojmë Kur'an, nuk ka nevojë. Këto vetë janë qurbat. Me to afrohemi te i madhi Allah te bareke ve taala. Nga këtë kontekst, ulemat e hanefive kanë thonë, është edhe abdesti. Për atë arsye hanefit kanë thonë, nëse robi muslimani futet në lëmë dhe pastrohet, apo në deti, apo në bën tush, dhe jënë lagë trupi tina krejt, kë person ka abdest, nuk ka nevojë me marrë abdest, ka thonë ju njerëz, kë mund të mos ketë se vap për abdest, se ka bën jetë, por në fakt kë abdest ka, sepse abdesti është mjet për me hyrë në namaz, gjymtyrët e trupit që obligohen me u la me pastru për abdest, janë pastruar edhe pa njet. Andaj për namazet duhet njeti, për abdest nuk i duhet njeti, përkundër tri mëdhëbeve të tjera, malikive, shafi dhe hambelive, të cilët thonë se nuk pranohet abdesti pa njet. Hanefit thonë se nuk është kusht njeti për abdest. Kusht është për tejmum, sepse tejmumi nuk pastron vetvetiu pa njet. Nuk pastron vetvetiu, ndërsa uji pastron vetvetiu, pra është min al-qurbat. Abdesti është min al-qurbat, me të cilat afrohemi te madhi Allah te bareke ve taala. Se do të jetë, pra jo në çdo vepër ka nevojë me bën njete. Njeti vendin e ka në zemër. E që nën kupton, zemra e robit, mendja e tina duhet ta di se çka po vendos. Për shembull, robi i cili qohet në sefer, edhe han bukën në sefer, edhe pindo ujin në sefer. Kë për çka qenë sefer? Mendja e tina, zemra e tina, ndjenjat e tina janë të gjitha të bindura, janë të kthjellta, të vetëdijshme se kjo qenë sefer për agjerim. Andaj kjo është njet dhe nuk ka nevojë me bën njet me gojë. Po ashtu edhe në namaz. Për ça morr abdest, për ça mbulove trupin avretin, për ça ktheve pe kibles, për në fal namazin, andaj nuk ka nevojë për njet. Po ashtu të zakatit e badit e tjera kanë thonë nuk ka nevojë për njet me gojë fjala. Për derisa njetin e kin krye, kin zemër, kin mendje, kjo është njet, nuk ka nevojë me shqiptu me gojë. Pra njet është në zemër, po flasim shqiptimin me gojë dhe mos shqiptimin me gojë. Je qenë sefer për me agjeru nuk ka nevojë me shqiptu njetin, që kjo është njet. Je kthi pe kibles, Allahu Akbar, kjo është njet, nuk ka nevojë me gojë, sepse njet është mendje, është në zemër. Dhe kështu me radhë. Po nëse thua me gojë, Ibn Taymija, Allah e pasqyruar këtë meselë, shtjellën bukur gjatë dhe thotë, njeti me gojë nuk është as vajib e as nuk është mustahab. Mandje ata të cilët mendojnë se është mustahab, ose është jahil e dohet me mësu, ose është ignorant e dohet me eduku. Njeti nuk është as mustahab e as vajib. Dhe thot, kjo është me konsensus të ulemave islam dhe nuk është transmituar as një herë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as nga sahabet dhe ata që kanë ardhur pas tyre, deri te 4 imamet, se dikush prej tyre e ka shqiptuar njetin me gojë. Por njeti është në zemër. Ibn Rajab al-Hambeli,
kur e shpjegon këtë hadith, Allahu e pas të mëshiruar atë dhe atë të gjithë musliman. Po ashtu edhe Ibn Rajab thot se niyeti do të thotë qëllimi në zemër që ke, dhe se niyeti nuk shqiptohet me gojë, nuk ke nevojë me shqiptu me gojë ato që e kije në zemër. Dhe thot gjithashtu se nuk dihet që dikush, nuk ka shtënjor që dikush për ulemave të selefëve të ketë transmetuar diçka të tillë, se ka nevojë niyeti me gojë përpos në haxh, ku atje kanë preferuar thotë disa fuqaha që niyeti të thuhet me gojë për periudhën ibadetet e tjera. Mirë po, nëse shletojna librat fuqahave, të mëdhëhebeve, të 4 mëdhëhebeve, gjejmë ulemat e Hanefive, disa ulemat Shafive, disa ulemat e Hanbelive, të cilët thonë se edhe nëse njeriu e shqipton me gojë niyetin, nuk prish punë me kusht që niyeti me qenë i barabart me atë i përputhën niyeti me gojë me qenë i përputhën me niyetin që ki në mendje. Nuk prish punë. Andaj këtë gjëra kanë herdohet, ndoshta është mirë të te kalohen, nëse njerëzit tutet që pipshtillet namazë ku ta diun diçka dhe bojnë jetë kada nuk prish punë, anëpse niyetin me gojë të mia thot me za nuk bën asesi, kjo është prej bidateve që nuk ka qenë traditë ulemave të selefëve. Është një meselë tjetër shkurtimisht desha ta ceki, nëse niyeti përzihet me niyet tjetër, niyeti për Allah përzihet me niyet të dunjas. Imam Gazali u flet për këtë çështje dhe thot, kur përzihet niyeti i dunjas me niyetin e ahiretit, nëse niyeti i din dhe i dunjas, nëse jamu niyeti i dinit, thot në rregull, s'ka problem. Nëse jamu niyeti i dunjas, nuk ka se hop. Nëse janë të barabart, anojna andej dhe këndej dhe gjasat janë mos me pas problem fare. Imam Taberiu, Allah e pas mëshiruar se këtë mesele, apo pak më ndryshe në mesele, thot, nëse njeriu ja fillon një punë të harit, punë të mirë, për shembull luftë me shku, a ka punë më të harit se sa puna me shku në luftë për hatër të Zotit? Nuk ka punë më të madhe. Dhe shkon për hatër të Zotit, por gjatë rrugtimit, gjatë luftës, i përzihen jetët, i dalin interese tjera të dunjas. Thot, e lusim Allahun e madhruar, dhe kjo është mendimi shëmis absolut të ulemave, që mos të humb atina, ta mëshiroj Zoti mos të humb atina shpërblimi, që mos të humb atina shpërblimi. Ulemat, Evzaiu, Imam Ahmedi dhe të tjerë kanë thënë bashkë për shkak të punës luftës, ka thënë Imam Ahmedi, nëse robi shkon luftë për Allahun, por i jap dikush ndonjë interes të dunjas, e pagun, nuk ka dert. Pra, nëse shkon dikush ndonjë punë të hajrit me ba, e gjatë kësaj pune i bashkangjiten gjëra të tjera, nuk ka dert. E nëse shkon në luftë me shtëru vatanën e vet, shkon në luftë për hatër të Zotit, po në fakt ka shkuar, që do duhet për hatër të Zotit, në fakt ka shkuar mercenar. Për pagë. Kjo është interesi pas të dunjas, nuk ka të bëjë me ahiret, nuk ka të bëjë me din, andaj nuk ka sevap. Po kështu, unë mendoj, mendimi jam, është edhe çështja e davetit tek shumë hoxhallar apo tek ton hoxhallar, të cilët e kanë për detyrë me bëhet davet. Gjatë davetit duhet ta kemi të gjithë parasysh razinë Allahut, natësinë Allahut, ta kemi niyet me adhuru Allahun, ta kemi niyet me afru te Zoti, sikurse Imam Buhariu që ka pas niyet me këtë koleksion, me këto hadithe me afru te Madhi Allah, me fitu kënaqësinë e Zotit. Andaj imami kur fal namazin, prinë muslimanëve namaz, muezini kur thret azanin, ai tjetër kur mëson fëmijëve Kur'anin, ai tjetër kur mëson aty në fe njerëz për xhamia, në për shkolla të tjerë, duhet ta ketë parasysh me fitu kënaqësinë e Zotit. Por megjithatë, nëse gjatë rrugtimit i vinë interesat të dunjas, jap dikush ndonjë pagesë, jap dikush ndonjë hedije, e diçka tjetër, me emër të Allahut, kjo nuk e pengon, nuk e aprish niyetin dhe nuk e humb sevapin inshallah taala. Dhe e fundit krejt, a ka mundsi njeriu që me një niyet me shëmuar niyetin dhe me shëmuar sevapet? Po ka mundsi. Ka mundsi. Për shembull, ne duam të shkojmë dikun në një dek në Pane. Dhe gjatë rrugës të Pane, unë thë po shkoj të Pane filan venin, por po shkoj se atë kam edhe një tafër të imin për vizita ziaretit. Por e kam edhe një punë tjetër të rëndësishme në gjërata në diçka në libër edhe ta shkoj për kry. Ku është e keqja këto? Nuk e humb sevapin. Thuaj ndryshe, Imam Gazaliu se shembull konkret, thotë nëse njeriu për shembull shkon në xhami, sa ka sevap? Sevap të madh. Pse? Sepse dina na sevapin e shkurrës në xhami. Por nëse i shumë fishon niyetet, shkon në xhami me fal namazin. Në niyet me fal namazin. Shkon në xhami të pas parasysh se është shtëpia e Zotit. Dhe se kur shtëpia e Zotit i bie sikur se më shku mysafir Allahut. Pastaj thotë qëndron në xhami për dhikr, tash niyeti tjetër. Sevap shtesë.
qëndron xhami për meditim, qëndron xhami për me mësu, qëndron xhami me prit namazin, qëndron xhami me nejt mas namaz dhe namaz tjetër. A shef, mund t'i bëj 4, 5, 6 njete, këto krejt ja shumë fishojnë sevapin dhe asnjë prej tyre nuk ja paksojnë. E lutem Allahun e madhruar që të na bëj që njëtë takim të sinqert për hatër Zotit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.